Horoskopi javor për data 17 nëntor deri më 23 nëntor 2025. Dashi. Këtë javë planeti juaj sundues, Marsi, sjell një valë energjie në jetën tuaj profesionale. Nga data 17 nëntor, yjet rreshtohen për të përmirësuar aftësitë tuaja udhëheqëse. Megjithatë, tregoni durim në marrëdhëniet tuaja për të shmangur konfliktet e padëshiruara. Financiarisht, një qasje konservatore do t'ju shërbejë mirë, pavarësisht mundësive joshëse. Përpjekjet krijuese vinë në fokus rreth mesjavës, duke ofruar një shans për të shfaqur talentet tuaja unike. Deri në datën 21, angazhimet shoqërore mund të sjellin lidhje kuptimplote që përparojnë rrjetet tuaja personale dhe profesionale. Gjatë fundjavës, merrni në konsiderat t'i kushtoni kohë kujdesit për veten, të rimbushni energjitë tuaja dhe të reflektoni mbi qëllimet tuaja. Ekuilibri është thelbësor pasi Venus indikon në ndërveprimet tuaja romantike, duke sugjeruar një periudhë ngrohtësie dhe mirëkuptimi me të dashuri. Përqafoni spontanitetin në ngjarjet e planifikuara, pasi surprizat mund të rezultojnë të favorshme. Besojini instinkteve tuaja ndërsa ato ju udhëheqin përmes sfidave me besim dhe depërtim. Demi. Java e ardhshme thekson rritjen personale. Ndërsa dielli rreshtohet me energji transformuese, shfrytëzoni mundësitë për vetë përmirësim nga data 17 nëntor. Profesionalisht, kërkoni momente për të zgjeruar aftësitë tuaja, pasi yjet favorizojnë të mësuarit dhe zhvillimin. Një ndryshim i papritur në një marrëdhënie personale mund të duket fillimisht i frikshëm, por jini të sigurt, është një fazë që paralajmëron lidhje më të thella. Deri në datën 20, çështjet financiare kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Një qasje e orientuar drejt detajeve është e dobishme. Introspeksioni emocional mund të zbulojë të vërteta ndriçuese rreth dëshirave personale, të cilat ndihmojnë në vendosjen e qëllimeve realiste. Ndërsa java përparon, përqendrohuni në mjedise shtëpiake që ofrojnë qetësi dhe rehati. Venusi, sundimtarja juaj, rrit aftësinë tuaj për të shprehur ndjenjat në mënyrë efektive, duke inkurajuar harmoninë në partneritete. Ushtroni durim dhe fleksibilitet, veçanërisht më datën 22, kur rrethanat e paparashikuara mund të testojnë vendosmërinë tuaj. Mos harroni të përparsoni rutinat e shëndetit dhe mirëqenies për vitalitet optimal. Binjakët. Nga 17 nëntori, natyra juaj e dyfisht ndriçohet nga ndikimi i Mërkurit, duke e bërë atë një periudhë të përsosur për komunikim dhe inovacion. Këtë javë, përqendrohuni në formimin e lidhjeve të reja, pasi rrjedhëzimi mund të çojë në përparime emocionuese profesionale. Mërkuri gjithashtu inkurajon dialogun e qartë në marrëdhëniet personale, duke ndihmuar në zgjidhjen e çdo keqkuptimi të kohëve të fundit. Financiarisht, një zgjidhje krijuese del në pah për një çështje të gjatë, duke rritur burimet tuaja nëse menaxhohet me mençuri. Java ka potencial për ndjekje intelektuale, prandaj merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete që stimulojnë mendjen tuaj. Mesjava, një takim i papritur mund të ndryshojë perspektivën tuaj, duke ofruar njohuri për aspekte të jetës që më parë ishin të fshehura. Besojini intuitës suaj, veçanërisht kur përballeni me vendime të shpejta. Ndërsa java përfundon, yjet sugjerojnë mbledhje shoqërore relaksuese që mund të bëhen pika kulmore. Mbani një mendje të hapur dhe përqafoni spontanitetin që ofron jeta për të maksimizuar rritjen dhe lumturinë. Gaforria. Këtë javë, fazat e hënës inkurajojnë një periudhë reflektimi dhe rikalibrimi. Nga 17 nëntori, përqendrohuni në çështjet e shtëpisë dhe familjes. Lidhjet e forta sjellin shpërblime të mëdha emocionale. Sa i përket karrierës, ndikimi i Jupiterit sugjeron zhvillime premtuese, megjithse durimi mbetet çelësi. Empatia juaj natyrore shkëlqen në ndërveprimet ndërpersonale, duke ofruar rehati dhe mbështetje për ata që ju rrethojnë. Financiarisht jini të kujdesshëm, shmangni blerjet impulsive dhe merrni në konsiderat rritjen e kursimeve për siguri në të ardhmen. Mesjava mund të ngjallë ndjenja nostalgjie. Përdoreni këtë kohë për të rishikuar hobi të vjetra ose për të rilidhur me të njohurit e kaluar. Ndërsa java përparon, jepini përparësi shëndetit duke u angazhuar në aktivitete qetësuese si meditimi ose yoga. Tensionet mund të lindin më 21, duke kërkuar komunikim diplomatik për të ruajtur harmoninë. Balanconi nevojat tuaja emocionale me përgjegjësi dhe pranoni sharmin që sillni në situatat sociale. Kjo javë përfundon me një notë të lartë, me potencialin për surpriza të papritura dhe të këndshme. Luani. Ndërsa dielli ndriçon rrugën tuaj nga 17 nëntori, përqafoni role udhëheqëse si në arenat personale ashtu edhe në ato profesionale.
Këtë javë, përqendrohuni në pohimin e individualitetit tuaj duke mbetur të hapur ndaj përpjekjeve bashkëpunuese. Mund të lindë një perspektivë emocionuese karriere, duke nxitur veprime vendimtare. Rreshtimi kozmik favorizon zgjerimin e rretheve tuaja shoqërore. Prandaj angazhohuni në diskutime të gjalla dhe aktivitete komunitare. Financiarisht rivlerësoni strategjitë tuaja. Qasjet inovative mund të çojnë në rezultate fitimprurse. Në mesjavë, një projekt krijues mund të pushtojë mendimet tuaja, duke ofruar një mundësi të kënaqshme për vetëshprehje. Ndërsa Venusi rrit ndjesitë romantike, kënaquni me gjeste dashurie ndaj të dashurve, duke forcuar lidhjet. Megjithse natyrshëm të guximshëm, praktikoni përulësinë për të parandaluar keqkuptimet. Data 21 mund të paraqesë sfida në balancimin e detyrimeve personale dhe profesionale. Prandaj prioritizoni në mënyrë efektive. Ruani entuziazmin tuaj për jetën dhe aventurën, duke përqafuar mundësitë për spontanitet gjatë fundjavës për rigjallërim dhe gëzim. Virgjëresha. Kjo javë ka të bëjë me saktësinë dhe vëmendjen në të gjitha fushat. Duke filluar nga 17 nëntori, yjet theksojnë vëmendjen ndaj detajeve në punën tuaj, duke paraqitur mundësi për përmirësim dhe avancim. Projektet bashkëpunuese përfitojnë nga aftësitë tuaja organizative, duke rritur produktivitetin. Çështjet financiare kërkojnë shqyrtim. Sigurohuni që të gjitha transaksionet të jenë transparente për të parandaluar aksidentet. Merkuri, planeti juaj sundues, rrit aftësitë tuaja komunikuese, duke nxitur qartësi në diskutime. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në nqasjen tuaj të kujdesshme, duke hapur rrugën për lidhje më të thella. Deri në mesjavë, aktivitetet introspektive zbulojnë njohuri mbi aspiratat personale. Përdoreni këtë kohë për vendosjen e qëllimeve. Ndërsa afrohet fundjava, përqendrohuni në rutinat shëndetësore që ushqejnë si trupin ashtu edhe mendjen, duke promovuar mirëqenien. Energjia kozmike favorizon ushqimin e mjedisit tuaj. Prandaj merrni në konsiderat ridekorimin krijues për një perspektivë të re. Përqafoni durimin dhe përshtatshmërinë, veçanërisht më 22. Pasi situatat e papritura testojnë aftësinë tuaj për të qëndruar të qetë dhe të fokusuar. Peshorja. Java që fillon më 17 nëntor ju fton të krijoni ekuilibër në të gjitha fushat e jetës. Me Venusin që ndikon në shenjën tuaj, harmonia në marrëdhënie zë vend qendror. Shprehni ndjenjat me ngrohtësi dhe sinqeritet për rezultate optimale. Profesionalisht, yjet favorizojnë punën në grup. Projektet bashkëpunuese mund të japin rezultate të dobishme. Financiarisht, është një kohë e shkëlqyer për të rivlerësuar investimet dhe për të marrë në konsiderat strategjitë afatgjata. Mesjava, angazhime shoqërore sjellin gëzim dhe potencial për miqësi të reja. Përpjekjet krijuese janë të theksuara, prandaj ndiqni projektet artistike me pasion. Ndërsa Mërkuri ndihmon në përmirësimin e komunikimit, diskutimet e rëndësishme rreth qëllimeve të ardhshme mund të përparojnë pa probleme. Kujdesuni të balanconi ambicjet personale me nevojat e të dashurve, duke u siguruar që askush të mos ndihet i lënë pas dore. Fundjava mund të nxjisë vetanalizën, duke ofruar qartësi në peizazhin tuaj emocional. Sigurohuni që praktikat e kujdesit për veten të jenë pjesë e rutinës suaj për të rigjallëruar. Besojini njohurive intuitive që udhëheqin veprimet tuaja këtë javë, pasi ato mund të çojnë në përvoja të përmbushura. Akrepi. Kjo javë, duke filluar nga 17 nëntori, shënohet nga energji transformuese që ndikojnë si në botën e brendshme ashtu edhe në atë të jashtme. Fokusi i diellit në zhvillimin personal inkurajon vetanalizën e thellë, duke hedhur dritë mbi dëshirat e fshehura më parë. Profesionalisht, veprimet e vendosura ndihmojnë në realizimin e ambicieve. Ndiqni mundësitë me bindje. Financiarisht, ndikimi i Jupiterit sugjeron rishikimin e strategjive tuaja për rritje të mundshme. Ruani transparencën në komunikime për të shmangur keqkuptimet. Mesjava, një zbulim i rëndësishëm emocional mund të ripërcaktojë dinamikën e marrëdhënies suaj, duke nxitur lidhje më të thella. Marsi energjizon iniciativat tuaja shëndetësore, duke e bërë atë një kohë ideale për rutina të reja fitnesi. Angazhohuni në aktivitete që promovojnë qëndrueshmërinë emocionale, duke ju përgatitur për sfidat. Fundjava inkurajon aventurën, eksploroni mjedise të reja për të zgjeruar horizontet. Qëndroni të adaptueshëm, veçanërisht më 22 kur ngjarjet e papritura mund të ndryshojnë planet. Përqafojeni ndryshimin me hir, duke e përdorur atë si një katalizator për rritjen dhe zhvillimin personal gjatë gjithë kësaj periudhe transformuese. Shigjetari. 17 nëntori fillon një periudhë rritjeje dhe eksplorimi.
Dielli në shenjën tuaj rrit vetbesimin, duke ju mundësuar të ndiqni ëndrat e mbajtura prej kohësh me energji. Profesionalisht mund të lindë një përparim duke sinjalizuar ndryshime pozitive. Kapni këto momente me entuziazëm. Transaksionet financiare përfitojnë nga një vlerësim i kujdesshëm, duke shmangur vendimet e nxituara. Marrëdhëniet personale lulëzojnë përmes dialogut të hapur, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Mërkuri lehtëson komunikimet efektive, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve të së kaluarës. Mesjava, jeta juaj dashurore merr mbështetje qiellore. Gjestet e papritura mund të forcojnë lidhjet. Ndërsa Venusi nxjerr në pah kreativitetin, kënaquni me aktivitete që shfaqin talentet tuaja. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ruajtjen e një diete të ekuilibruar dhe regjimit të ushtrimeve. Fundjava sjell një mundësi për aventurë. Përqafoni plane spontane udhëtimi që pasurojnë shpirtin tuaj. Gjatë gjithë javës, përshtatshmëria është thelbësore, duke pasur parasysh ndryshimet e mundshme në rrethana më 21. Qëndroni optimist dhe përqafoni fuqinë transformuese të ndryshimit për përmbushje personale dhe profesionale. Britsjapi. Kjo javë nga 17 nëntori i thekson qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë. Ndërsa Saturni ndikon në shenjën tuaj, përballuni me sfidat profesionale me planifikim strategjik për rezultate të suksesshme. Çështjet financiare kërkojnë kujdes. Rishikoni shpenzimet për të siguruar stabilitet. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga qasja juaj pragmatike, duke forcuar besimin. Inkurajoni komunikimin e hapur për të ushqyer lidhjet emocionale. Mesjava, njohuritë e papritura mund të ofrojnë zgjidhje për çështjet e vjetra. Ndjekjet krijuese përputhen mirë me natyrën tuaj metodike. Merrni në konsiderat angazhimin në projekte artistike të strukturuara. Ndërsa Mërkuri rrit aftësitë njohëse, diskutimet komplekse japin qartësi dhe përparim. Deri në fundjavë, fokusi juaj në shëndet sjell rezultate pozitive. Integroni teknikat e relaksimit për të zvogëluar stresin. Mbledhjet shoqërore ofrojnë pushim të gëzueshëm, duke forcuar lidhjet e komunitetit. Qëndroni të adaptueshëm më 22 nëntor, pasi mund të lindin mundësi të papritura, duke u parafruar me qëllime të afatgjata. Kultivoni durimin dhe optimizmin, duke i përdorur ato për të lundruar në pasiguri dhe për të arritur një javë të përmbushur në përgjithësi. Ujori. Nga 17 nëntori i kësaj jave përqendrohet në inovacion dhe bashkëpunim. Ndërsa Urani ndikon në shenjën tuaj, shfrytëzimi i ideve jo konvencionale sjell perspektiva emocionuese në karrierën tuaj. Angazhohuni me individ me të njëjtat mendime për të arritur qëllime të përbashkëta. Ndërsa rrjedhimi hap dyert për mundësi të ardhshme. Financiarisht, një qasje re çon në zhvillime pozitive. Prandaj qëndroni të hapur ndaj mundësive unike investimi. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga stili juaj inovativ i komunikimit, duke rritur mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë. Në mesjavë, një zbulim i papritur mund të ndryshojë perspektivën tuaj, duke nxitur një rivlerësim të prioriteteve. Venusi inkurajon aventura spontane që sjellin gëzim dhe pasurojnë përvojat. Shëndeti mbetet një pikë qendrore. Prioritizoni rutinat që rrisin vitalitetin dhe mirëqenien. Ndërsa java përparon, përshtatshmëria bëhet thelbësore. Akomodoni ndryshimet me hir për tranzicione të buta. Fundjava promovon aktivitete introspektive, duke ofruar qartësi dhe frymëzim për përpjekjet e ardhshme. Besojini instinkteve tuaja dhe përqafoni rrethanat në zhvillim për të fituar njohuri dhe sukses të vlefshëm. Peshqit. Kjo javë që fillon më 17 nëntor ka të bëjë tërësisht me vetanalizën dhe rritjen emocionale. Ndikimi i Neptunit rrit intuitën tuaj, duke ju udhëhequr përmes situatave komplekse me hir. Jeta profesionale përfiton nga njohuritë tuaja empatike. Përdoreni këtë kohë për të avokuar për zgjidhje krijuese. Financiarisht, përqendrohuni në strategji afatgjata. Shmangni vendimet impulsive për një stabilitet më të mirë. Marrëdhëniet lulëzojnë në qasjen tuaj të dhemshur, duke i thelluar lidhjet ndjeshëm. Mesjava, Venusi mbështet përpjekjet artistike, duke ju nxitur të shpreheni përmes artit ose muzikës. Sa i përket shëndetit, meditimi dhe praktikat e ndërgjegjshme promovojnë paqen e brendshme dhe mirëqenien fizike, duke ju ndihmuar të menaxhoni stresin. Java inkurajon balancimin e aspiratave personale me nevojat e përbashkëta, duke nxitur ndërveprime harmonike. Prisni një ndryshim në perspektivë më 21, duke ofruar qartësi mbi çështjet e pasgjidhura. Përqafoni fleksibilitetin për të përshtatur me ndryshimet e valeve,
duke i shfrytëzuar ato për pasurim personal. Kjo periudhë ofron një shans për të reflektuar, për të rimbushur dhe për të riangazhuar ndaj qëllimeve, duke hedhur themelet për triumfet e ardhshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.